Dua ta mbyll duke ju folur për një pikë që është e rëndësishme. Ju i dëgjoni që thonë, po ç'është kjo punë me Edi Ramën, sa herë ka fushat, shpik në gjë, njerë thoshte Tepsia, Timoni, pastaj Kazani, tani thot pasaporta. Ju kujtohet kur unë thosha më jepni Timonin që t'ju udhëheq pa njeri tjetër në prerë për të bërë një reformë në drejtësi dhe për të pasur më në fund një drejtësi që të shofi drejt dhe të godasi majtas dhe djathtas. Ishte fushata e vitit 2017. Ishte koha kur ata që sot kanë pa fytyrsinë të kërkojnë përsëri besimin e shqiptarëve që s'kan për ta marrë kurrë, ishin mbyllur në çadër poshtë zyrës time, kërcënonin shkatrimin e zgjedhjeve, bojkotin total, se nuk donin të votonin vettingun, nuk e donin reformën drejtësi, nuk e donin krijimin e institucioneve të reja drejtësisë, dhe sot e thonë me plot gojën, në 12 maj do shkrim spakun. Ndërkohë që nga ajo fushat dhe nga ato zgjedhje, kur ju mbesuat, shqiptarët mbesuan, dhe na e dhanë Timonin, doli ajo që s'kishte ndodhur kurrë në historinë e shtetit shqiptar. Përpjekja e parë në histori për barazin para ligjit. Kur që nga krijimi i shtetit shqiptar, një ministër, një deputet, një njeri i fuqishëm nuk ishte thirrur nga një prokuror apo nga një gjykatës i pavarur për të dhënë llogari. Kur. Në mbretëri, në diktaturën komuniste, në tranzicionin demokratik, e njëjta histori. Drejtësia ishte e fortë me të dobtit dhe e dobët me të fortët. Sot kjo po ndryshon. Por dëgjoni me vëmendje. Kjo po ndryshon, por nuk është e garantuar. Sot për sot garantët e këtij ndryshimi, garantët e një drejtësie që do vazhdojë të bëjë punën e vet, pavarësisht se sa mirë ose sa keq mund na vijë, pavarësisht se çfarë keqardhi mund ndjejmë nga ana njerëzore, pavarësisht gabimeve etj etj, drejtësia duhet të vazhdojë të bëjë punën e vet. Garantët për këtë jemi ne, ju dhe unë. Por që nesër të mos dali dikush tjetër, e pas nesër dikush tjetër, që t'i marri koka erë dhe të tentoj ta kthej prap rrotën e historisë aty ku ishte, se kështu na ka ndodhur me shqiptarëve her pas here, prandaj kemi mbetur gjithmonë popull i dorës dytë në Europë, se më shumë ja kemi bërë vetes se sa na kanë bërë të huajt. Më shumë na ka bërë i yni brenda se sa na ka bërë armiku jashtë. Atëherë duhet që të merrni në dorë fatin pikërisht të drejtësisë, sepse aty ku ka barazi para ligjit, aty ka garanci absolute për lirinë individuale të gjithë fëmijëve tuaj. Dhe duke e bërë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian, ne e bëjmë Shqipërinë një zonjë që ulet në sallonin asaj shtëpie me 27 antarë të tjerë. Dhe në momentin që një vend hyn aty, nuk ka më forcë të brendshme që prek barazin para ligjit. Dhe dua t'ja u them drejt për drejt se gjëja që është më fyesja për inteligjencën time dhe për inteligjencën tonë është kur këta qyryk dalin dhe thonë si mund votohet Edi Rama, si mund votohet Partia Socialiste kur gjysmën e qeverisë e kanë bërë. E para, kjo është tërësisht e pavërtet. E dyta, po, disa individ me pushtet në oborrin e shtëpisë tonë, në shtëpinë tonë, në 12 vjet kanë pasur probleme me drejtësinë dhe kanë probleme me drejtësinë. Janë hetuar apo janë hetim, janë gjykuar apo janë gjykim, kjo është e vërtet. Por është kjo një arsye që ne të ulim kokën, natyrisht që nga ana njerëzore kjo na shkakton keqardhje, por ama nga ana
e moralit të politikës, nga ana e detyrimeve karshi popullit, kjo mua më bën ta kem kokën më lartë se asnjëherë tjetër. Sepse ajo që kam thënë për timonin, për drejtësinë që shikon drejt, që godet majtas dhe djathtas, është pikërisht kjo që po ndodh me të gjitha problematikat që mund të ketë, por nuk ka ndodhur kurrë në histori. Tradhtia e atij premtimi do t'ishte sikur sot timoni mos kishte çuar në hapjen e rrugës për drejtsinë e pavarur, por të kishte çuar në një drejtësi që do godiste vetëm kundërshtarët. Dhe në fund fare, ju të gjithë e dini kush është Altin Dumani, apo? Që të gjithë e dini. Një prokuror i ndershëm, kurajos dhe profesionist, që drejton SPAK, që bashkë me një grup prokurorësh po vënë në jetë atë që ne kemi synuar me reformën drejtësi. Dhe prandaj gëzojnë dhe mbështetje. Dhe prandaj meritojnë dhe gjithë solidaritetin ton ndaj të gjithë atyre sulmeve kafshërore që i bëhen nga këneta. Por pyetja është, a e dini ju që Altin Dumani nuk erdhi nga hëna mbasi u bë reforma drejtësi. Nuk doli nga bankat e shkollës mbasi u bë reforma drejtësi. Është një prokuror që ka 20 vjet, a nuk e di, po shumë më tepër domethënë vite se sa këto që ne e njohim. Pse nuk kishim dëgjuar ne për Altin Dumani? Si ka mundësi që ky prokuror i ndershëm, kurajos, profesionist, nuk kishte thirrur një njerit vetëm me pushtet, jo ministër se s'bëj fjalë, po një drejtor. Ti thoshte ore hajde këtu ti, çka ke bërti? Sepse Altin Dumani dhe prokurorët e ndershëm dhe kurajos ishin të çarmatosur, sepse drejtësia në Shqipëri ishte çarmatosur, sepse shpatën për ta ngritur dorën në emër drejtësisë nuk e kishte drejtësia, e kishte i pari i qeverisë. Dhe ne jemi e para forcë në historinë e Shqipërisë që dorëzuam shpatën. Dhe e dorëzuam shpatën duke e lënë të gjithë bashku veten në dispozicion të drejtësisë, sa herë drejtësia ka nevojë të bëj hetimet apo t'japi gjykimet e veta, pra faktikisht dorëzuan shpatën dhe e lam kokën pa mbuloj, pa mburoj, pa mbrojtje, për t'ju dhënë mbrojtje nga ligji të gjithë njerëzve të zakonshëm këtij vendi, për t'i bërë më në fund njëherë mirë shqiptarët të ndjenë barabartë para ligjit. Kjo është një gjë historike, kjo është një gjë për cilën të gjithë do jemi krenar dhe historia do ta shënojë. Ama për t'i vënë vulën duhet që Shqipërinë ta fusim në Bashkimin Evropian. Unë jam i bindur që ne do ta bëjmë këtë. Unë jam i bindur që ju do të bëni çmos deri në 11 maj me të gjitha shoqet tuaja, me të gjitha fqinjet tuaja, me krushkat demokrate, me vjerrat demokrate, me të gjitha do bëni tuajën që t'i thoni nuk është këtu rasti për të gjykuar Edi Ramën e Partinë Socialiste, këtu është rasti për t'u bashkuar që të gjithë fëmijët tanë t'jenë qytetarë të barabartë të Europës. Dhe përpara se t'ju lë, do t'ju them dhe gjë tjetër, se nuk e di e keni dëgjuar kur thonë Edi Rama i bën thirrje vajzave socialiste të ndahen nga djemt demokrat. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë. Unë them diçka tjetër. Vajzat tona që janë si hyje kanë të drejtën e tyre të bien dashuri. Diskutohet. Djemt demokrat, alamet qunash, si që janë dhe djemt socialist. Por,
11 maj është një rast ideal për vajzat tona që t'i bëjnë testin djemve demokratë. Një test shumë i thjeshtë. Ti që më lu synin edhe që më merë për kafe, para se të më marrësh për darkë, më thuj pak, je me Shqipërinë BE, apo je me Shqipërinë kënet? Shumë e thjeshtë. Në qoftë se burri huj, çuni huj, thot po i du jam për kënetën, goca joni thot rruga marë, se çunat bukur ka plot qyteti, po unë du çuna me çun me men. Le të thonë qatë duna la, Edi Rama këshu, Edi Rama ashtu, as më intereson fare. Së më ka interesu kur që a thonë tjerët, më intereson vetëm një gjë, që këtë mundësi, këtë privilegj, këtë nder, që është nderi më i madh në jetë, që ma keni bërë ju, që ma kanë bërë të gjitha ta që më ka dhënë besimin, unë ta kthej me të gjitha forcat e mia në një gur për historinë tonë të përbashkët. Dhe fati e desh që të na vinte tani në dorë mundësia që ne ta shkruajmë historinë në 11 maj. Peshini, Gramsci, Belshi, Cërriku, Prenjas, Librashti, Elbasani janë të gjithë burra. Por ama këtu do vendosi fuqia e nënave, e motrave, e vajzave dhe të gjitha atyre burrave që dinë se janë të mençur, që pa të fuqi janë thjesht gjysmak. Faleminderit.